për në gjithë, vetëm 2 fjalë se di që presidenti sonë të në gjithë në bistemi për të farë për president. Ne kemi kënaqësinë e posaçëruar që për herë dytë të vinë në Preshevë, një aktivitet të tillë hartontar, për cilin kemi dhe kishim shumë nevojë. E falenderoj nga zemra presidentin e Republikës që është një nga dashamirësit dhe njerëzit e kujdesë në një të pazakonë për të lloj të hallë. Këtu jam dëshmitar për të gjë dhe hallë aty Preshevë për mua nuk është normale, por për Preshevarët dhe sot nuk jetë një ditë shënëmër dhe e paruar. Falenderoj kryetarën e komunës, do të hyjë historisë se ka organizuar 2 panele të para të librit dhe jemi bindur që do të shkoj dhe do të jetë një traditë e përhershme, sepse për herë të dytë dhe për herë të parë vitin e kaluar, këtu kemi përfaqësuar në gjithë votuesit, në gjithë treja shqiptarë të çdo gjiran, ashtu siç është edhe kjo ekspozit ndoshta për herë të parë, ku të gjithë piktorët të gjithë ndërmjet shqiptarëve shqiptar janë të prezantuar sot në mënyrë. Pra, gjuha e shkruar është e pazavendësueshme për kulturën dhe identitetin e një vendi, por gjuha e periudhit, figura është në këtë vlerë të pazavendësueshme sepse përcakton kufit, kalon kufit të gjitha dhe marrën të gjithë dhe bashkë. Ju falenderoj nga zemra që keni ardhur masivisht për ta ndjekur, tu keni dhe një performancë se si për piktura drejt për drejt e piktorët tonë që kanë zgjedhur me kusht që të kenë si modele vetëm modelit e kostumeve popullore kombëtare të tregës së Preshevës. Faleminderit shumë nga zemra dhe me shumë mirënjohje për ju gjithë. Të gjithë artistët në banë shqiptarë. Faleminderit dhe uroj që ky përdajen i librit e shqiptarë të vazhdojnë vitet e ardhshme. Faleminderit dhe sukses të gjithë. Parti dhe të kulturës, vishë të marrë sot të gjarje të nësishme kulturore, e cila po vladë në Preshevë. Ekspozita me temë nga pikturat e librit është një ndërhyrje e mirë, një përshëtim mirë, një përshëtim shumë i mirë mes artit, mes pikturës dhe librit. Në qoftë se piktura vlet sa 1000 fjalë. Në këtë ekspozitë janë prezantuar artistë nga gjitha trevat shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut, Malizi dhe Lugina e Preshevës. Artistët të cilët denjësisht janë prezantuar në ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare. Kështu që sot veprat e tyre prezantohen për herë të parë në Preshevë. Për ne është nder dhe kënaqësi e madhe që veprat e tyre ekspozohen në vendin tonë. Faleminderit shumë, përjetoni veprat e artit, shijoni, kaloni sa më mirë sonë. Faleminderit shumë.